Mbrëmjen e dieshme, aktori dhe këngëtari Olsi Bylyku surprizoi ish-partneren e tij, banoren e Big Brother VIP 4, Egli takon brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Egli u shokua kur e pa Olsin, por edhe pak e ftohtë njëkohësisht, por pas fjalëve të tij ajo u soll më miqësore. E shikova videon, u kënaqa me thënë të drejtën. Në fakt kam ardhur të them disa fjalë shumë të bukura. Edhe pse kam dashur të rri larg të them të vërtetën Big UT, nuk kam mundur të rri larg, se mi kanë dërguar njerëzit video. Edhe pjesën e ambicies nuk është se do më vinte befasi nga ty se e di që e ke. Nuk befasohem nga argumenti se e di që e ke. Në fakt gjëja që më ka befasuar më shumë ka qenë mirënjohja që ke pasur. Mirënjohjen që ke treguar ndaj meje dhe jam shumë falenderues dhe besoj që ndoshta marrëdhënia jonë që kemi patur u bë pak më e madhe se sa ne vetë. Por besoj që ndarja jonë dhe këto fjalë që dua të them sot është më shumë si një mesazh që të paktën ne me secilin gëzojmë një respekt dhe mirënjohje, tha Olsi.